A e kuptoni ju se çfarë po ndodh në Shqipëri këto ditë apo se kuptoni më? Jemi një popull shumë punëtor dhe misohemi shpejt me vendasit, ka thënë ambasadori i Indisë në një intervistë dhe është bërë lajm po themi, por është një nga ato lajmet që është me titra aq të vogla saqë i ikën pa e kuptuar fare dhe jeta vazhdon. Dhe më tej thoshte që janë rreth 1200 indian, të cilët janë duke punuar këto kohë në Shqipëri. Ka dhe shumë, po themi, turistë që vinë, vizitojnë, ikin dhe kështu gjëra. Kështu që përgatituni t'ju vinë më shumë, nëse jeni një nga ato njerëzit që thënë na mytën emigrantët, përgatituni se do vi i dalë më e madhe tashti dhe do kemi shumë punëtor të kualifikuar, po themi, për punët në Shqipëri që nuk bëhen nga shqiptarët. E kuptoni, jemi një vend që çojmë shumë njerëz për punësim jashtë shtetit dhe po kthehemi në një vend shumë interesant për indianët që të vinë punojnë në Shqipëri. Ky ishte intervista më e fundit e ambasadorit. Normalisht do ketë komente pa fund të tipit ç'na duan neve, s'kemi për vete, por mos harroni që janë marrëveshje shtetërore. Do të thënë, shteti shqiptar shkon dhe kërkon punëtor të kualifikuar nëpërmjet ambasadës, nëpërmjet Ministrisë së Jashtme dhe procedurat kryhen nëpërmjet agjencive të punësimit. Kaq ishte lajmi për sot. Nuk do të shojmë një koment se mos bëhemi në një kështu për shkak të një skandal diplomatik. Shihemi prapë pastaj.